Debati për fatin e imunitetit të deputetes Belinda Balluku po merr hovë në Kuvendin e Shqipërisë, ku janë depozituar 2 raporte që do të kalojnë për votim. 5 anëtarë të socialistëve të Këshillit të Mandateve sugjerojnë që kërkesa e SPAK-ut për arrestimin e Ballukut të rrëzohet, duke argumentuar se nuk është provuar domosdoshmëria e vendosjes së një mase të tillë. Sipas tyre, Balluku pas shkarkimit nga kabineti qeveritar duhet vazhdojë të përfaqësojë qytetarët e Fierit në kuvend, ndërsa hetimet nga organi akuzës vijojnë pa i hequr lirit. Nga ana tjetër, demokratët kërkojnë që imuniteti parlamentar të mos shërbej si mburojë për Ballukun dhe ajo të përballet me drejtësinë si qytetare e thjeshtë. Sipas raportit të Partisë Demokratike, mbajtja e imunitetit nga kuvendi për rastin konkret tregon mungesë vullneti politik për të luftuar korrupsionin dhe për bërë një hap pas në rrugën e integrimit evropian të Shqipërisë. Belinda Balluku ka të drejtë sipas rregullores të mbajë një fjalë para votimit dhe mund të përgjigjet në pyetjet e ligjvënësve mbi hetimet që lidhen me të. Ende nuk është e qartë nëse ajo do të përdor këtë mundësi. Votimi në kuvend do të jetë i hapur dhe do të kërkojë vetëm një shumicë të thjeshtë votash për të vendosur nëse kërkesa e SPAK do të rrëzohet. Duke marrë parasysh ndarjen aktuale të karrikeve, pritet që shumica e socialistëve të rrëzojë kërkesën, ndërsa opozita ka paralajmëruar protestë përballë dyerve të parlamentit në reagim ndaj vendimit.